Në gjykimin tuaj, si e shikoni të ardhmen e marrëdhënieve ekonomike dhe të bashkëpunimit tregtar Evropë-Kinë? Po, gjykoj që Europa duhet i kthehet pragmatizmit. Nuk ka alternativë tjetër, gjykoj. Dhe praktikisht ka pasur edhe qëndrime edhe përpara, nuk është se qëndrimi ka qenë, si thua, jo të gjithë kanë qenë në një linjë të një politike shtrënguese me Kinën, kanë qenë të kujdesshëm. Dhe gjykoj që në këtë situatë, nëse Europa duhet të marrë pjesën e saj që i takon. Por, unë gjithmonë qëndroj asaj që Europa ka përpara vetes, si thua, një 8 ose 10% të tregut, nuk e di sa mund të jetë Ballkani Perëndimor, po dhe Europa nuk ka pse mos bëj politika të tilla stimuluese për dhe të thoya inkurajimi për kompanitë e mëdha, në mënyrë që të kapi tregje sa më shumë. Pra, jemi në situatë që ajo nuk lufton për të luftuar për të kapë tregje që janë politikisht dhe ideologikisht shumë afër asaj. Pra, janë shumë dashamirëse, do të thoya, dhe për të kapur tregje për madhrat e tyre, njëkohësisht për burimet, që mos lëshojnë burime natyrore në duar të themi të treta, qoftë portuale, qoftë e tjetër. Pra, këtë aspekt Europa ka, do të thoya, nuk është çështje për mua që jo drejta e njeriut ose tjetër. Duhet të luftoj për ekzistencën e saj për të ardhmen. Dhe më shumë i takon asaj se sa çfarë Kina e bën detyrat e veta dhe e mbyll ciklin, ndërsa Europa duhet të mbyll këtë cikël.